Të gjithë shqiptarët që jetojnë në Shqipëri ose dhe ato që kanë ikur jashtë e kanë provuar këtë tortë. Torta me të bardhën e vezëve, që ka vetëm pandispanj, arra dhe të bardhën e vezëve. Është një ëmbëlsirë tradicionale e shumë viteve përpara. Këtu kam bërë pandispanjen, vezë të plota me sheqer, duke miksuar në robot, pastaj kam shtuar mielin ola për çdo lloj përdorimi dhe vendosin për ta pjekur në temperaturë 180 gradë për 20-25 minuta. Pastaj do vazhdojmë të bëjmë marengën e bardhë me vezë të bardha, kemi vendosur vezë të bardha me sheqer duke i rrahur me mikser për 20-25 minuta. Kjo është rezultati i pandispanjës masirës pjekur dhe presim në mes, do e bëjmë në marengë, do lim krejt pjesën e pandispanjës dhe do shtojmë arra, por unë i kam shtuar dhe kikerik. Si që shikoni në video, unë do t'ja li recetën poshtë në koment dhe procedurën e keni në video. Mos harroni të na bëni like, follow Klidis Kitchen dhe po ashtu mielin ola. Mieli ola më i miri në vend. Më ka bërë një ëmbëlsirë, kjo është rezultati i një ëmbëlsire perfekte. Na bëft mirë dhe ju që shikoni, të bëft mirë ku ta përgatisni. Klidis Kitchen.